Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që po ndodh në politik, në SPAK, në raport me aleatët tanë, por edhe gjithçka tjetër që na ka përfshirë këto ditët e fundit, nga biseda e së dielës që kishim me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, të cilin do ta kemi sërish ditën e sotme. Avokat, përshëndetje edhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fillim të kësaj bisede duhet falenderoj gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, na vlerësojnë, na pëlqejnë, por edhe na japin subscribers duke na ndjekur. Edhe na kritikojnë, sepse po na kritikuan, kemi arritur qëllimin, edhe ata të cilët na shajnë, s'ka problem, e rëndësi ka që qëllimi u krye. Pavarësisht se ata kanë emocion partjak, por në një moment të dytë ne do t'i justifikojmë se do reflektojmë. Gjithmonë kritikat na bëjnë mirë. Më mirë se Gjithmonë na bëjnë mirë, por ne duhet të arrijmë edhe qëllimin që mesazhi do të jetë i tillë dhe jo shtërrues që edhe dëgjuesit të na dëgjojnë, të na pëlqejnë, të na kritikojnë, të mos bien dakord, se s'do bien dakord të gjithë për të gjitha gjërat, se është edhe keq kjo gjë. E ke pa kur të bëjmë furçë tjetër nga mes deri në darkë edhe ti je shumë keq, se thon fal, po unë do të dëgjoj të kritika, e kupton? Nuk mund të jem gjithmonë pi bukur. Ka edhe ana tjetër, medalja ka dy pamje. Prandaj unë them ju falenderoj shumë dhe jemi gjatë gjithë kësaj kohe dhe këtyre viteve që edhe na ndjekin edhe na shtypin like, po edhe patjetër pse jo mos të komentoni, duhet të komentojeni sepse komenti juaj është vlerësim jo vetëm për ne, por është vlerësim edhe mendimin tuaj, sepse diçka që ne nuk e kemi përcjell, ajo që thoni ju ne mund ta përcjellim në mënyra të ndryshme, jo me fjalitë që thon, por në mënyra të ndryshme. Madje bisedën e sotme do ta nisim me një pyetje që më ka ardhur nga ata që na kanë dëgjuar dhe shikuar për çështjen Berisha. Një komentues më pyet avokatin, më thotë, drejtuesja e trupës gjykuese që ka dosjen Berisha është kushurira e një deputetje. Mund të ketë ndonjë pazar këtu? Jo, shiko, konflikti interesi Elsa Ullirin, pra mund bëhet ndonjë pazar për të dosje duke nxjerrë të pastër apo? Shiko, unë qëndrimin tim për rasti Partizani e dini shumë mirë, ta përsëris, për mua rast Partizani është ndjekje politike dhe jo juridike. Përsa i përket mënyrës së SPAK-ut, e kemi thënë, unë jam anti-SPAK me arsyetim, me argument dhe ajo provuar me 83 mandate që është e paimagjinueshme të ndodhë në një vend, edhe sikur të kemi patur zhvillim ekonomik 100% në këtë vend, nuk merret një qeveri 83 mandate dhe pothuajse të gjithë burgaxhi brenda Partisë Socialiste. Pyetja e drejtë sepse nuk ka bërë asnjë reagim edhe Berisha për trupën gjykuese, por edhe për këtë gjyqtar. Se ne duhet të mësojmë që plepat 1 janë plepat 2. Unë e kam thënë tek ju dhe vazhdoj këtë gjë. Tani në rast se ju doni të dënojmë dikë, sepse duhet të dënohet që të ulim nivelin e inatit apo mbledhjet që kemi ndaj klasë politike që t'i fusim në burg, unë nuk jam dakord. Unë jam dakord kështu, po të dashur qytetar, nëpërmjet votës, përmes votës më mirë, mund të ndëshkoni çdo lloj politikan në Republikën e Shqipërisë. Nga i riu më i vjetri. Sepse po përdor drejtësinë të dini që politika e vjetër do gjej marifetet dhe veglat, kështu më popullore, që të bëj lavazh jo trurit tuaj, por lavazh gjithë klasë politike në tërësi, që të shikohet se sa të paaft janë të rit dhe sa të aft janë të vjetrit. Prandaj them për rastin Berisha, për pjesën juridike ka mbajtur qëndrimin dhe do ta mbajë dhe nuk e ndryshoj këtë gjë. Përsa i përket konfliktit interesit, duhet tani të shkojmë tek pjesa juridike. Konflikti interesi duhet jetë i drejtë për drejtë dhe jo torthorazi. Që do të thotë, në rast se ekziston një konflikt interesi, duhet që gjyqtari ta parashtrojë. Por kjo gjë se një deputet, një subjekt politik është në një parti dhe personi është kushuri apo ka lidhje farafisnore apo krushie apo gjëra të tjera, nuk janë që bëjnë personin të përjashtuar nga procesi penal. Pra, biem gjithë kushurinë, po sikur të hyjmë fell e fell. Urdhëron? Biem gjithë kushuri, them, po të hyjmë fell e fell.
Po të jam I bindur për këtë, po të hapun derën tani, ta pyes nga jeti, ne njihemi babi, nëna, halla, tezja, gjyshja, shtogjysi në radhë dhe shkon. Avokat, prandaj po këto kryesuesi I trupit gjykues, çfarë ka më shumë të antarët për të vendosur? thjesht vetëm të vendosë rregullat procedurale. Po Vendimari mund bëjnë manovër në gjë apo jo? Jo, nuk mund bëj ai sepse do të keni parasysh diçka. Drejtuesi I seancës është që të marrë radhën që fol ti I pari, ti I dyti, I nderuar kështu me radhë. Nuk është për shembull që ai se nuk mund të kesh treshen aty të thotë ai ulu ti ngreu ti jo, fol ti jo, pra duhet të respektohet ky ekuilibër. Një kjo. 2. Në rast se procesi do të jetë kaq shumë I gjatë, normalisht kryesuesi I seancës në votën e tij nuk është se më themi kur kemi barazi votet I vlen, por në rast se themi që 2 antar janë dakord që zoti Berisha të dënohet, normalisht antari tjetër do jetë pakic. Mund të jetë edhe kryesuesi I seancës. Por kjo nuk do të thotë që ai ndikon në vendimarrje. Vendimarrja është në bindjen e brendshme të gjyqtarit, I cili pasi do të shqyrtojnë të gjitha provat, atëherë ato do të vendosin në dhomë këshillimi se si do të bëhet dënimi apo jo të zotit Berisha. Unë do të them që as konflikti interesit nuk ka lidhje fare, as drejtuesi I seancës, as antarët e trupit gjykues. Avokat, Unë do ta them dhe nuk ndryshoj. Plepat 1 kurse si nuk mund të jetë më të mira se plepat 2. përpara se shkojmë nga e njëjta radhë. përpara se shkojmë në politikë, të futemi në politikë me që jemi tek drejtësia dhe tek plepa që ju thoni avokat. Edhe të drejtësia do mbetemi pa merak. Edhe 5 muaj kanë mbetur Dumani. Po zoti Dumani do të bëhet gati të shkojë dhe të marrë doset e veta dhe të rrinë I qetë në prokurorinë sepse do vi drejtuesi tjetër. Po di kush është sekreti? Ose gjëja më e bukur që ne do të bëjmë, do hedhim sot në treg. Zoti Këndilli dhe zoti Xholi, mos gaboj, me mbi emrat e tyre. Këndilli Xholi. Ishin të targetuar si të Ramës. Amerika iku sipas Ramës? Po, mund të futet një tret tani. Jo, Amerika iku sipas Ramës? Po. Por Rama e drejton KLP-n? Po. Pra, atë që shmangi Yuri Kim që kemi thënë ne këtu te dëgjuesit tan, e shmangu vetëm për 3 vite. Po jo, por Dumani ka qenë gjithmonë I Ramës, po thjesht u bën loja se në rastin e do të thonim që Dumani është I Ramës, do thonim që Amerika ku është. Derisa Dumani është I Amerikës, normalisht që Rama nuk duket. Por Rama është te Dumani, te Xholi, edhe te Këndilli, dhe te 20 prokurorë të tjerë, që e përbën 20 prokurorë në spak. Pra do të thotë që kësaj radhe do bie loja që tha Yuri Kim që unë mbështes Dumanin, sepse është Amerikan. Po kur Dumani ka qenë Amerikan? Gjithmonë ka qenë me PS-n edhe Edi Ramën. Pra do të thotë bie ka teza që Dumani ka qenë Amerikan. Nuk ka qenë kurrë Dumani Amerikan. Ka qenë Edi Rama. Po pse ka qenë Edi Rama? Sepse u vendosi ajo që themi, jo çdo gjë që shkëlqen është flori dhe diamant. Por ambasadori amerikan, ne themi amerikan. Pra shkëlqen. Nuk për në pyetje, më falë qa, përmban kjo mbrapa kësaj. Jo, e papranueshme, sepse është mister. Misteri asnjëherë, po të shikosh në aspektin fetar, janë disa thënie të cilët I quajnë mister. Pra njerëzimi nuk mund të shkojë dhe ti hetoj, dhe ti shikoj. E as gjyqësori nuk futet do të hetoj misteri në fe. Dhe prandaj unë e them, edhe ata kanë krijuar një mister. Pra, u shfaq Yuri dhe tha Dumani është Amerikan, ne e besuam, thëmë, wow, ky është Amerikan. Por kjo bie me datën 10 dhjetor. Pse? Se në rast se Dumani riemrohet nga Rama, është ramist. Në rast se shkon Këndilli, është I Ramës, sepse u vu Dumani, sepse konkuroi Dumani nga amerikanët Ramën. Po është Xholi, Rama është. Po është Dado, luftë e brendshme brenda Partisë Socialiste, ai sa ka mbetur grupi Veliej Rama. Mund të dalë një grua.
Po, e kemi thënë edhe këte, grua. Dolores ndoshta, mos a vediu. Tani, shiko, në rast se është grua, është Rama. Pse? Se Rama kabinetin e tij e ka vetëm Murgesha, pra gra. Pra do thot që në të gjitha pjesët del Rama. Dhe pa gjithë ato të spakut që i bëni lavazh dhe mori 83 mandate ky që nuk mund të merrte 83 mandate. Lavazhjerët e partive të reja politike që i kanë bërë lavazh nga mes deri ndak spakut, ulet niveli besueshmërisë së spakut. Dhe me ardhjen ose me emrimin ose riemrimin e Dumanit me ndryshime kushtetuese dhe çfarë të doni ju që mund të ndodhi midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, edhe faktorë të tjerë politikë që janë në këtë parlament në 9 shtator në vazhdim, atëherë ju do të shikoni qartazi lojën politike, juridike që do të bëhet në kurriz të qytetarëve shqiptarë. Prandaj kërkoj miq të mi, të cilët na ndjekin, duke i falenderuar gjithmonë, kujdesni, jo çfarë ju servirin në për lajme, për bën edhe diçka e shenjtë. Duhet ju ta shikoni, ta hetoni, të reflektoni, ta debatoni me miqtë e juaj, sepse debati është ai që sjell përpunimin e çdo material që ju sjell servir nga Yuri Kim kur ishte atëre që Dumani na paska qenë amerikan. Tani nuk kemi asnjë nga ambasada këtu, ambasador që të merret si me kreun e ri të BK-s, por edhe me kreun e ri të spakut. Tani duhet keni parasysh diçka. BK-ja, drejtuesja, ka qenë zëvendës drejtorie e policisë. Më ndikim të drejt për drejt që ka në radhën e hierarkisë policore dhe ligjore dhe kushtetues normalisht, është nga kryeministri i vendit. Pra, kryeministri çoi në Byron Kombëtar të Hetimit të Partisë, atës të spakut, harrova. Të lutem korrigjo, mos më le të bëj gabime. Më duhet se foli Freudi. Më korrigjo se është pa imagjinueshme kur bëj gabime. Më korrigjo të lutem. Prandaj, kur e çoi te ky institucioni, normalisht e përdori aq sa duhet të përdorte. Në atë kohë, tani nuk është gjetë personi dhe kush do kandidojë. Do gjetë personi. Pra, ka një person që do të bëj atë që do partia. Sepse ne duhet të mësojmë gadal, jo për të ngritur frikën, dhe jo për të bërë atë që bën gjithë mos fol, do flasim, ne do të themi të vërtetën, po ka kosto e vërteta, po më mirë të thuash të vërtetën, se sa të heshtës, edhe nesër të mbash pajsohet e heshtës tënde dhe në kurriz dhe në dëmin e të tjerëve nuk duhet përfitoj asnjëri. Prandaj BK-ja, spaku nuk përbën më në aspektin praktik institucionit të pavarur dhe të paanshme kushtetuese. Atëherë ku nuk e prisnin avokat, me që jemi tek institucionet listë batuese, atëherë ku nuk e prisnin, si Rofen që të hapur, del shefja e shërbimit sekret që takohet me shefin e CIA, John Ratcliffe. Zonja në fjalë është e emëruar nga kryeministri i vendit. Normalisht ka marrë ndonjë informacion, ka bërë shërbimin e duhur ndaj kryeministrit, jo ndaj shtetit shqiptar, ka shkuar atje, i kanë thënë ndonjë gjë, ja ka dërguar zotit Rama, dhe shumë e qartë në aspektin profesional dhe institucional, patjetër kush s'është problem. Te kuptova, unë mendoj informacion nga Rama atje apo mori atje dhe ja solli Ramës? Pse ti mendon se Rama ja çon atyre për të gjyqanit të informacion? Po e bërë, bravo i lumë, s'kam çfarë them, po nuk është Bideni. Unë këtë di, nuk është Bideni. Po takimi me shefin e CIA? Shiko, është zyrtarja më lartë si Shqipëri dhe në Kosovë, që është takuar me një drejtues të administratës së re në Shtetet e Bashkuara. Unë di një biznesmen të huaj, i cili nuk është takuar presidenti Trump me kryeministrin e vendit që unë njoh atë biznesmenin e huaj, dhe është takuar ky biznesmeni i huaj me presidentin Trump.
Dhe nuk është taku Trumpi me kryeministrin e atij vendi që unë jam. E kupton ku jemi? Linja Trump do t'i bëj këta që të marrin një laçë nga mjesi deri në dart dhe ku të kurohen, nuk e di si kurohen, por do kurohen, por me mesazhe për secilin. Ashtu siç ndodhi edhe me Serbin me Vučićin, që i thanë po të presim ne këtu pse anullove vizitën, ishte i smur ai. Për atë unë e di që ata edhe me vaksinat të jenë shkojnë deri atje dhe tjenë në aeroport, vdesin në aeroportin e Amerikës vetëm në taku presidentin. Edhe po t'i sjellin këtu me funeral, do t'i sjellin si hero, sepse bërën sakrificë për te okeanin. Avokat, do ta mbyllim me politik, pavarësisht se edhe kjo në një mënyrë nuk e shmang politiken. Së pari, me atë që po ndodh brenda Partisë Demokratike, besoj e keni lexuar statusin pak ditë më parë të avokatit zotit Berisha, Genzio Kutaj, që Berishën po kërkojnë për herë të dytë ta riazjesojnë. Por largimet, ndërkohë që një grup deputetesh po përgatiten duket nga brenda. Mes tyre Adriana Kalaja, një bisedë që kisha djem tha që ka dhe drejtues qarqesh. Tani, ju në gjykimin tuaj mendoni që shtatori do ta zërë Berishën apo do i bëjnë një puç për ta larguar tani në verë? Shiko, derisa nuk e kanë bërë që tani, dalin njerëzit që duan të kandidojnë, të thënë që falenderojmë Sali Berishën për kontributin e tij për bashkimin e Partisë Demokratike, për ruajtjen e saj ndaj një lufte të egër që na ka ndodhur nga një ambasadore e cila përfaqësonte me thonjza interesat amerikane, por ishte shërbëtore e Partisë Demokratike Amerikane, dhe ndihmën që na ka ofruar Sali Berisha për të bashkuar të gjithë demokratët dhe për të ruajtur selin më të shenjtë të demokratëve që është Partia Demokratike dhe emri i saj, normalisht kështu duhet përcjellet zoti Berisha. Zoti Berisha në aspektin politik mbaroi për kryeministër në 11 maj. U vollën, u manipuluan. A është qeveri e krimit, a është qeveri e drogës? Në rast se do ishte krimi dhe drogës, unë zotëri nuk do të votoja kur asnjë ligj të një oligarku që quhet krim apo drogë. Avokat, megjithatë për ta bërë më konkrete, ju keni në mendje një emër 2-3 që mund të jenë në këtë linjë, që mund të përgatisin një skenar për ta larguar Berishën? Më fal, unë nuk pres skenar për të larguar Berishën. Pres që Berisha të largojë veten e tij dhe pastaj këta të dalin e të thënë, "Oh, tani erdhëm ne të rrimat, bëjmë punë." Në Partinë Demokratike nuk ekziston fjalia i natyrshëm. Prandaj unë them, dua të vi një kryetar apo kryetare në mënyrë të natyrshme, të paraqesi platformës kundrejt kryetarit aktual, brenda një platforme që do të thotë që unë jam alternativa qeverisëse kundër Edi Ramës, sepse nuk bie dakord me Edi Ramën 1, 2, 3, 4, dhe Sali Berisha të mbaj pozicionin e tij si president në Partinë Demokratike, një rol të rëndësishëm po ai me kompetenca të kufizuara, po të rëndësishme për vendimarrje brenda partisë. Dhe nuk duhet të bëjnë atë lojën e kundërshtarit që të kërkojnë që X individ të marrë rolin e kryetarit sepse e pëlqen mazoranca. Jo, nuk duhet bëhet kjo. Avokat, një pyetje të fundit kam në raport të kryeministit të radhë me Shtetet e Bashkuara. Një pjesë analizëve mendojnë që po lobon për të arritur një takim në Shtetet e Bashkuara, në mos me presidentin Trump, me sekretarin e shtetit Rubio. Pjesa tjetër mendojnë që një rast i mirë për të takuar mund të jetë edhe samiti i NATO-s në Hag në fund të qershorit. Por ka edhe ata që thonë laku po ngushtohet, siç ishte dje Adriana Kalaj që tha do të dorëzoj 3 dosje në ambasadë, një kam nisë për në Amerikë për Ramën. Nisni sa të doni dosje për Ramën, për çdo individ që ju mendoni, por politika nuk bëhet me sinjalizime të tilla, bëhet me frymëzim, të frymëzojmë qytetarët që një ditë do të vijë më e bukur se kjo që po kalojmë dhe shqiptarët do të gëzojnë drejtësinë e vërtetë brenda standardeve demokratike dhe të përcjellin demokracinë edhe brenda institucioneve dhe partijake, por edhe atyre institucioneve kushtetuese. Në rast që ne do të merremi me receta kallëzimesh dhe se si duam të fusim në burg një person dhe jo të frymëzojmë qytetarët se si do të na votojnë,
atëherë këtu duhet fillojë gjithë situata që të gjithë bashkarisht të trajnohemi ashtu siç duhet me model europian derisa duam të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe jo të qëndrojmë në Bashkimin Sovjetik. Për sa i përket zotit Rama me takimet apo lobimet, ta dini ju që zoti Rama në çdo moment ka qenë për luftëtar më i mirë për të bërë një pakt dhe për të arritur një, do të thoya, bisedim ose një atashim ose afrim me familjen e Trumpit. Kjo dihet qartë si duket, çfarë bëri para zgjedhjeve, sepse zoti Rama shikon shumë përpara të jemi realist. Në krahasim me Partinë Demokratike, zoti Rama për shkak se është edhe kryeministër, me një firmë jep gjithçka dhe një firmë merr gjithçka. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo. Më thatë, kur do bëhet kongresja i NATO-s? Në fund të qershorit, 24-25 në mos gaboj në Hag, samiti i NATO-s. Ku janë gjithë kryeministrat? Ku i bjen Haga, në Amerikë? Këte e keni, andej akoma jo. E kemi këte, nuk ka shkuar akoma në Amerikë. E kur të shkoj në Amerikë, hajde më thuaj pastaj. Shiko, në rast se është në Hagë dhe unë shkoj atje. Në rast se nuk është atje, është në Amerikë, unë do dyshoj, nuk besoj se do shkoja. Ju me këtë po aludoni që kryeministri nuk shkon dot si i ftuar në Shtetet e Bashkuara. Jo, e kemi thënë, si i ftuar, zyrtarisht shkon, por përgjegjësia është individuale, përgjegjësia keni parasysh ju që është individuale, ndërsa për sa i përket mënyrës se si do të shkojë dhe kë do të takojë dhe çfarë do të takojë, është çështje tjetër, nuk mund të futem në çështje të brendshme. Ndërsa për pjesën e fotografisë, gjithmonë në këto takime duhet zoti Rama të takojë presidentin Rama, po ka mundësi edhe ai, por gjithmonë duke i vurë një kusht. Ato kuotën e NATO se paguajmë rregullisht në si vetë, ju lutem duhet ta paguajmë. Deri në zhvillimet e radhës, unë avokat të falenderoj shumë. Qofse nuk keni edhe një mesazh të fundit. Falenderoj shumë për ftesën, uroj që dëgjuesit të na dëgjojnë ashtu siç duan ata dhe në rast se kanë edhe pyetje dhe të gjitha këto me radhë. Unë i falenderoj shumë, por dua të jeni gjithmonë koherent me atë çfarë ndodhet në rastin politik të brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu dua të sjell në vëmendje që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar pozicionimin e tyre në raport me kryeministrat, të cilët kanë qenë shumë pranë Bidenit, dhe zoti Trump do të mbajë një qendrim për të gjithë këta kryeministrat që ende janë në detyrë, ose që kanë kaluar zgjedhjet e tyre, ose priten që të bëjnë zgjedhje në shtetet e tyre, duhet të keni parasysh që 24 muaj do jenë shumë muaj me shumë vlerë. Kur të kalojnë 24 muaj, atëherë ne do të flasim. Ky është muaji i parë. Jo, nuk më kuptuat. Po pra, ky është vetëm muaji i parë i lobimit, se 24 jemi shumë larg. Jo, një sekond. Unë flas 24 muaj nga dita kur zoti Trump u ul në karriken e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është sekreti që se kemi kapur të gjithë. Me kalimin e 24 muajsh, atëherë do shikohet qartë çfarë bëri linja Trump në raport me ndërkombëtarët. Sepse ke në të njëjtën kohë Ukrainën, në të njëjtën kohë Sirinë, është e pamundur tani. Unë sapo erdha president më kanë hapur gjithë këto të lashe. Unë do të mbyll gjithë këto jashtë, të merrem edhe me brenda, të merrem edhe me Ballkan, të merrem me Europën. Është e pamundur ti komandoj. Të merrem me Rusinë, luftën njëri tjetrit. Shkoj të merrem me atë tjetrin Kim Jong-un çfarë është ai atje, në verin Koreas çfarë është atje, do të thotë pra 24 muaj. Lobimi është gjë tjetër, por 24 muaj është kodi. Është një kod, quhet 24 muaj. Ose mirë është me numër, 24. Tani do të jetë 10 apo muaj, e lejmë qytetarët tanë që na ndjekin ta. Në qytetarët e tjera ne do ta deshifrojmë. Po atje. Faleminderit për ftesën.